Ditëlindjet janë ditë të shënuara, kur vëmendjen duhet ta marrin jo vetëm fëmijët dhe të rinj, por edhe ai brezi i dha kaq shumë shoqëri son, duke punuar me pasion dhe përkushtim. Këtë të premte, në emisionin Arom Shkodër do të vinë 2 ditëlindje. E para është ditëlindja e mishit të madh Zef Gjini në 75 vjetorin e tij, ku përmes një aktiviteti mjaft të bukur u vu theksi në kontributin e tij në ndërmarrjen artistike Shkodër, shoqatën e artizanëve dhe të mirëditës në qytetin Verior. Është mirë që shoqëria të kujtohet për disa individ që kanë kontribuar shumë për qytetin e tyre. Kurse ditëlindja e dytë është e mësueses së nderuar Naile Maloku, me banim në Fushë Kruj, por që zgjodhi Shkodrën për të festuar 80 vjetorin e saj. Cilat ishin surprizat e përgatitura dhe mesazhet e urimit që u prezantuan në një atmosferë mjaft të bukur. Ma e mira, urime edhe gëzuar 18 vjetorin. Detajet mësojni të premten datë 21 mars 2025 ora 21 në emisionin Arom Shkodër të TV1 Channel.